Deputetja nga komuniteti bosnjak në kuvendin e Kosovës, Duda Balje, ka reaguar se do të vazhdojë të qëndrojë në opozitë dhe se vota e saj nuk do të jetë vendimtare për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit apo për formimin e qeverisë së re. Këtë qëndrim ajo u bëri të ditur në një lidhje direkte në emisionin Kallëzo për Nimhe, ku theksoi se vendimi për të qenë opozitë është marrë në mënyrë unanime nga kryesia e subjektit që ajo përfaqëson. Edhe nëse unë qëndroj në opozitë, nuk do të ndryshoj asgjë. Jam e bindur që vetëvendosje do të gjejë zgjidhje. Ne sot kemi vendosur që të shkojmë në opozitë dhe nuk besoj se do të ketë ndonjë ndryshim, deklaroi Balje, duke lënë të kuptohet se nuk ka ndonjë prapavi politike për pozicionimin e saj. Në deklaratën e saj, Balje bëri të ditur se gjatë gjithë kësaj periudhe ka pasur vetëm një takim me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, takimi i cili është zhvilluar në praninë e deputetes tjetër bosnjake, Emilia Rexhepi. Sipas Baljes, në atë takim i është ofruar një post ministror, por ajo ka refuzuar të lidhë mbështetjen e saj me ndonjë pozitë në ekzekutiv. Unë kam marrë pjesë vetëm në një takim me kryeministrin, së bashku me Emilia Rexhepin. Në atë takim më është bërë propozimi për ministre, por nuk kemi pasur më takime të tjera. Kërkesa ime nuk ka qenë për post, por për fillimin e procesit për krijimin e një komune me shumicë bosnjake në Kosovë, sqaroi Balje. Ajo potencioi se përfaqësimi i komunitetit bosnjak nuk duhet të reduktohet vetëm në emërime individuale në poste qeveritare, por duhet ketë përpjekje për avancimin real të drejtave të këtij komuniteti, përfshirë edhe përmes krijimit të një komune të re me shumicë bosnjake. Balje u shpreh se është e vetëdijshme që formimi i një komune të re është një proces i gjatë dhe i ndërlikuar, por kjo kërkesë është jetike për komunitetin që ajo përfaqëson. E di që formimi i komunës është një proces që mund të zgjasë 4 deri në 5 vite. Nga ajo që kam kuptuar nga kryeministri, ai është shumë kundër kësaj ideje. Votimi në kuvend është faza e fundit dhe edhe nëse nuk kalon, është në rregull. Unë nuk mund të ushtroj presion për vota, shtoi ajo. Për më tepër, Balje u shpreh zgënjur nga bashkëpunimi i kufizuar që ka pasur me lëvizjen vetëvendosje gjatë mandatit të kaluar, duke theksuar se për 4 vite ka pasur një përfaqësim shumë të vogël të komunitetit bosnjak në institucione. Në 4 vitet e fundit, kemi pasur vetëm një zëvendës ministër dhe 2 këshilltarë nga komuniteti ynë. Kjo nuk është mënyra se si duhet trajtuar komuniteti pakicë në një shtet demokratik, theksoi Balje, duke shtuar se përfaqësimi i drejtë dhe përfshirja aktive janë thelbësore për mirë funksionimin e institucioneve. Deputetja shtoi se vendimi për të qëndruar në opozitë nuk është i përkohshëm dhe nuk do të ndryshojë lehtësisht pasi është marrë në përputhje me vullnetin e votuesve që ajo përfaqëson dhe prioritetet e komunitetit bosnjak. Ne nuk kemi vendosur të bëjmë opozitë për hir të opozitës, e kemi bërë këtë sepse nuk kemi parë sinqeritet dhe angazhim për zgjidhjen e çështjeve që prekin komunitetin ton. Nuk kemi kërkuar favore personale, por respektim të drejtave kolektive, tha ajo. Balje ka qenë një zë i fuqishëm i komunitetit bosnjak në kuvendin e Kosovës dhe ka kërkuar në vazhdimsi më shumë përfshirje të këtij komuniteti në jetën institucionale dhe politike të vendit. Ajo është shprehur se nuk do të heqë dorë nga kërkesa për krijimin e një komune me shumicë bosnjake, pavarësisht sfidave që kjo kërkesë mund të hasë në të ardhmen. Në përfundim të intervistës së saj, deputetja tha se shpreson që në të ardhmen të ketë dialog më të hapur dhe më përmbajtësor me partitë politike dhe me institucionet e vendit, por e bëri të qartë se do të qëndrojë besnike ndaj komunitetit që përfaqëson dhe interesave të tij. Ky qëndrim i Baljes vjen në një moment delikat për formimin e institucioneve të reja, pas zgjedhjeve, duke shtuar një element të ri në dinamikën politike dhe duke rikthyer në vëmendje çështjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në Kosovë.